Maestro, të lutem më merr një piano. Më merr një piano me. Kapi tastier. Po. Ja një sekondë se piano është me rrota. Sa të vi. E shtyn është oregano. Do re mi fa. Po shtyn disa mish tanët. Zëvend atje. Më vjen mirë që në sinën e gripit të paktën regjinë kemi të mbyllur gjithën me xham, në që se e keni vënë re atje që mos të shtim kështu jashtë njerëzve po ju hipën të mbyllur atje. Okej. Kjo është për ata që për ne domethënë. Ne jemi bashkë me ju. Për ata që eja thjesht për lexoj. E lexoj. Okej. A nuk është e çuditshme sa paradoksale gjërat duken ndonjëherë? Kur mëson diçka të re, fillimisht ndihesh i paditur. Por duke mësuar, ngadalë bëhesh i mençur. Ushtrimet fizike të bëjnë të ndihesh i lodhur e i dobët, por ndërkohë të bëjnë më të fortë. Kur përballesh me frikrat e tua, ndihesh i llahtarisur. Para se të bëjnë më të guximshëm. Që të shërohesh duhet të vuash, dhe që të kesh paqe duhet të bësh betejat. Ndaj shpesh ne ngatrojmë rritjen si dështim dhe përmirësimin si dhimbje. Por nëse diçka është e vështirë, me shumë gjasa është me rëndësi, sepse i vështirë është procesi i rritjes. Ai shpesh copton atë që ke qenë për t'i bërë vend asaj që duhet bësh. Fuqia nuk ndërtohet duke u ndjerë i fuqishëm. Ajo ndërtohet kur ti çohesh edhe në ato mëngjese kur ndihesh i këputur. Prandaj nëse ndihesh i lodhur, i pasigurt, i ngecur, ndoshta je thjesht në mes të procesit tënd të rritjes. Dhe je pikërisht aty ku duhet jesh. Aty në mes. Aty midis. Aty do të më gjesh dhe mua. E vështirë. Në ndonjë shkronjë, ndonjë fletë. Është e vlefshme. Mjafton që librin pak ta heqësh dhe unë do të zbrez, do të vi pas teje. Ti si dikur me mal do të qesh. Hajde të gjithë edhe ju në makina. Im pas një rëkeje dhe unë do të zbrez, do vi pas teje. Do vi. Bravo! Na. Hajde. Na ka zili dhe Arti Gjebrea, na ka zili. Po sidomos Aldo. Është emisioni ti i preferuar në mëngjes. Aldo na shef neve. Arditi ka kënduar këtë këngë, mos gatro. Po jo, Aldo na shef neve. Ç'kemi Aldo është këtu. Se shumë e përmend. Po, na shikon. Okej. Është vërdall. E kemi i dërgojmë përshëndetje. E kam shumë mikë edhe është një person i dashur për mua, kështu që mos bëjmë kështu sikur gjoja luftra radiofonike edhe nga këto. Ka vend për të gjithë. Ne jemi si politikanët, bëjmë sikur zihemi.